Mirë, vjojmë flasim për vrasjen e Egland Koçit. Prokuroria duket se ka një kërkesë të re, por jo vetëm kaq, ka edhe detaje të reja për sa i përket kompjuterave, të cilët mund të hedhin dritë rreth vrasjes. Për gjitha këto do të kem komunikim me gazetarin Ervin Leka. Ervin, përshëndes, faleminderit. Faleminderit, përshëndes. Tani ka informacion se autori dyshuar është parë në kryeqytet. Ma konfirmon diçka të tillë? Në fakt janë dyshime që ka grupi hetimor theksuar, pra duke vëzhguar edhe kamerat e sigurisë, por edhe denoncime që kanë qoftë nga agjentët që ata kanë në terren, por edhe nga persona që janë njohje e afërt e viktimës, në këtë rast e Egland Koçit, por edhe të Armand Shaka, ata persona që e njihin nga afër dhe ka dyshime se mund të kemi të bëjmë me lëvizje të tij në kryeqytet dhe dyshimet se ka tentuar si duket për ndryshuar pak edhe mënyrën se si ai duket, duke bërë një ndryshim në lukun, siç themi ndryshe, pra në pamjen e tij të jashtme, duke ndryshuar qoftë modelin e flokëve apo duke hequr edhe mjekrën. Janë dyshime të grupit hetimor se personi që shfaqet në disa kamera sigurie mund të jetë Armand Shakaj, por nuk është e vërtetuar pra nga grupi hetimor se kemi të bëjmë pikërisht me këtë person, çka pra do të sillte edhe një arrestim të tij të mundshëm, por deri në këtë fazë hetimi pra ka mundur që si duket u shmangat të tyre aksioneve. Një tjetër rast ku është dyshuar se kemi të bëjmë me Armand Shakajn ka qenë pak ditë më parë në zonën e Elbasanit, ku ka pasur dyshime pikërisht se kemi të bëjmë edhe me Armand Shakajn, por as ky rast, pavarësisht verifikimeve, nuk është e gjetur pra dhe nuk është bërë i mundur arrestimi, kurse në dhënat e sistemit Teams rezulton që ai nuk e ka kaluar kufirin, por sigurisht nuk përjashtohet as mundësia që ai mund të ketë dalë edhe jashtë vendit duke përdorur kufirin e gjelbërt apo mënyrat ilegale nëpërmjet rrethit të tij shoqëror, qoftë në kufit me Kosovën apo edhe në Greqi, ku duket se ka kontakte me persona që janë pra në shtetin grek apo qoftë edhe në Kosovë. Qartë, Ervin, nga dosja hetimore dalin detajet e reja përsa i përket jetës Koçit. Sipas hetimeve, ai ka qenë një i ri i cili bënte një jetë krejt modeste. Megjithëse konfirmohet gjithashtu se është marrë me kriptovaluta. Kemi të bëjmë me një pjesë tjetër, ndryshe nga ajo e mëparshmja, për cilin dyshohej se ishte pikërisht kjo shumë në depozitën e tij elektronike që shkaktoi vrasjen? Do të theksoj se parat dhe kriptomonedat pra që kishte edhe Egland Koçit, paktën verifikuar dhe dyshimet pra që janë ngritur qoftë nga grupi hetimor i policisë së shtetit, por edhe prokuroria e Tiranës, pra kanë qenë disa portofol që në fakt kanë pasur shifra të konsiderueshme parash në kriptomoneda, qoftë me Bitcoin apo para të tjera, por sigurisht ai bënte një jetë të thjeshtë, këto e kemi thënë, pra kanë pranuar edhe familjarët e tij, në fakt dhe ishte në tentativë për të shpërngulur për një jetë më të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje kishte edhe të fejuar dhe madje po bënte edhe procedurat për të pajisur me dokumenta në mënyrë që të zhvendosej atje, por pjesa kryesore, pra çka ka sjellë që edhe prokuroria të hyjë tek këto 4 kompjutra që janë sekuestruar në zyrën e Armand Shakajt, bëhet fjalë pikërisht për transfertat që mund të jenë kryer nëpërmjet Binance apo edhe aplikacioneve të tjera që merren. Nuk ka. Është e njëjta pjesë hetimi, por dyshimet më të mëdha përveç kriptomonedave, ne kemi thënë edhe tek emisioni juaj më parë që mbetet pjesa kryesore se Eglandi mund të ketë qenë person i tretë, i cili pra ka pasur edhe dieni për marrjen e parave, qoftë me fajde apo në mënyrë nëpërmjet kriptomonedave këtyre parave në formën e fajdeve, pra pak që merreshin me shuma të konsiderueshme parash, dhe mund të kemi bëjmë me një pozicion të tretë të Egland Koçit dhe në fakt që personi kryesor që mund të ketë marrë paratë tek Armand Shakaj, ku është pjesa kryesore pra hetuesve, mund ndodhet edhe jashtë Shqipërisë, sigurisht duke mos pasur marrje në pyetje të këtyre personave për shkak se ndodhen jashtë vendit, po e vështirëson disi edhe punën e policisë, megjithse rasa do të kemi arrestimin e Armand Shakajt, apo qoftë edhe të dhëna të tjera në këto kompjutera që janë sekuestruar në zyrën e Armand Shakajt, mund të kemi të dhëna. Më lejo të bëj vetëm një saktësim për sa i përket 4 kompjuterave që janë gjetur tek zyrat e Armand Shakajt. Pikërisht dua të ndalem pak këtu ambienti që Armand Shakaj ka. Kam shkëputje me Ervin Lekën, do të presim vetëm disa momente për të rikthyer bashkëbisedimit. Në fakt, po flisim për detajet e reja, përsa i përket vrasjes së të riut Egland
Koçi, një ngjarje që tronditi në fakt kryeqytetin disa javë mbas zhdukjes. Trupi i 34 vjeçarit është gjetur në afërsitë e Elbasanit, pra në një zonë kodrinore midis Tiranës edhe Elbasanit. Detaje të reja menjëherë pas gjetjes trupit, bërjes ADN-s dhe konfirmimit të familjarëve se bëhet fjalë për Egland Koçin, ndërkohë që prokuroria ka dalë me një kërkesë të re për të sekuestruar edhe për të marrë nën kontroll, pra nën hetim, kompjuterat që ndodheshin në zyrën ku punonte Iriu. Më konfirmoni nëse e kam Ervin Lekën apo jo? Mirë. Presim edhe disa momente, detaje gjithashtu ndau me ne gazetari Ervin Leka përsa i përket edhe dyshimeve se autori dyshuar është parë të lëvizte në kryeqytet i maskuar, por ende le themi është personi shpallur në kërkim. Pra pa mundur që organet kompetente, organet e policisë ta neutralizojnë, ta arrestojnë atë, edhe për të kuptuar patjetër nëse bëhet fjalë për autorin e vrasjes së 34 vjeçarit Egland Koçi, apo për të zbardhur, për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje vërtet të rëndë, duke qenë se midis viktimës edhe autorit të dyshuar ka pasur një misi e shtrirë në vite. Mirë, ne do të vjojmë me tjera informacione nëse rikthejmë bisedën me Ervin Lekën. Ervin, mund të vjosh, po flisnim për kompjuterat, çfarë do të sjellin sipas grupit hetimor sekuestrimi edhe hetimi i tyre? Interesi kryesor pra për të ndërhyrë te këto kompjutra është për të zbuluar biseda që mund të ketë mbetur apo gjurmë, qoftë portofoleve online, wallet pra të kriptomonedhave, por duhet të theksoj për ato që po shpjegoja pak më parë se këta kompjutra dhe ajo zyrë ku dyshohet se është kryer edhe ekzekutimi i Egland Koçit më herët ka shërbyer si call center, të paktën në dijenin e grupit hetimor zyrat dhe këto kompjutra pra kanë qenë pajisur dhe me të dhëna të tjera që kanë shërbyer si call center në të shkuarën dhe që ishin jashtë funksionit në fakt në momentin që ka ndodhur ngjarja, dhe të dhënat shihen me vlerë për të zbuluar qoftë për të dhënat pra se çfarë mund të jenë kryer këto veprime dhe Egland Koçi, roli i këtij personi që tashmë është i ndjerë, por edhe autori i dyshuar, pra Armand Shakaj, dhe nëse do të ketë portofolet digjitale dhe transferta që janë kryer, që tashmë me hapjen e këtyre kompjutrave do të kemi një konfirmim të gjithë atyre dyshimeve që mund të jenë bërë për sa i përket pra edhe si duket transfertave të Egland Koçit me Armand Shakajn, por për të zbuluar edhe persona të tretë që mund të jenë në mes dy miqve që u kthyen në armiq dhe që në fakt të ndodhi edhe ngjarja kriminale me vrasjen e Egland Koçit dhe persona të tjerë që janë të përfshirë në këtë ngjarje, qoftë me transfertin e wallet online me kriptomonedha, qoftë me call center apo me veprimtari të tjera të jashtëligjshme që ka dyshime se mund të kemi të bëjmë me dhëna apo dokumentacione apo qoftë edhe lëvizje që janë kryer brenda këtyre kompjuterave, pasi ne nuk e kemi një telefon të autorit që ka mund sillte edhe dhëna të tjera mbi fatin se çfarë e shtyu pra dhe arsyet që e shtyu Armand Shakajn, autorin e dyshuar për të vrarë Egland Koçin. Faleminderit shumë Ervin, të uroj punë të mbarë.